Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për interpretimin e ëndrave sipas Freudit. Sigmund Freud mbetet një nga figurat më të dëgjuara të shekullit të 20. Gjetja themelore e Freudit se mendjet tona ruajnë kujtimet dhe ndjenjat, të cilat nuk janë gjithmonë në dispozicion në mënyrë të ndërgjegjshme, ka transformuar mënyrën se si njerëzimi e sheh veten. Një nga zbulimet më të rëndësishme të Freudit është se ndjenjat e fshehura në pavedije dalin në sipërfaqe në ëndrat tona, dhe se fragmentet të kujtuara të ëndrave mund të ndihmojnë në zbulimin e ndjenjave të fshehura. Shumë njerëz kanë nxjerrë zbulime për vetveten nga shqyrtimi i ëndrave të tyre, dhe shumica e njerëzve bashkëkohor mendojnë se ëndrat kanë rëndësi emocionale. Ndryshe nga sërgjyshrit tanë, që shpesh i konsideronin ëndrat si gjëra të shenjta. Freudi argumenton se ëndrat janë plotësime dëshirash, dhe mbaron së argumentuari se ato dëshira janë rezultati i qefeve të ndrydhura. Ankthi që i rrethon këto dëshira kthen disa herë ëndrat në makte. Egjiptianët e lashtë mendonin se ëndrat ishin thjesht një mënyrë tjetër e të parit dhe ëndërrimtar të trajnuar shërbenin për të planifikuar betejë dhe për të ndërmarrë vendime të rëndësishme shtetërore. Grekët dhe romakët e lashtë besonin se ëndrat ishin parashikime të së ardhmes dhe vizita nga të vdekurit. Sigmund Freud i konsideronte ëndrat një shprehje të konflikteve apo dëshirave të ndrydhura, të cilat në shumicën e rasteve kishin natyrë seksuale. Carl Jung i shihte me një sy më të reptë. Ai i shpjegonte ëndrat si një lloj energjie në formë emocionale, apo mendime të pazhvilluara që nisin thellë në subkonsciencë dhe ktheheshin në rrëfime nga zona më aktive të trurit. Psikologët modern, me anë të pajisjeve moderne, si skanera dhe rezonanca magnetike, i kanë çuar dijet në një nivel më të thellë dhe më teknik. Ata spekulojnë se ëndrat janë thjesht mënyra e trurit për të filtruar informacionin e panevojshëm dhe për të ruajtur atë të nevojshmin. Lind pyetja, pse janë ëndrat të tilla? Pse vazhdon të ëndërosh sikur po fluturon apo po ndiqesh nga një kafshë stërmadhe? Pse ëndëron sikur po ngel në provimin e marturës? Shpjegimi s'është as pak i mistershëm apo mbreslënës. Ëndrat shërbejnë vërtet për të filtruar informacionet e marra. Harohen informacionet e panevojshme dhe ruhen të vlefshmet. Studiuesit kanë kohë që dyshojnë se ky proces, nëse ndodh realisht, ndodh mes hipokampusit që kontrollon kujtesën dhe neokorteksit që kontrollon mendimet komplekse. Një studim i vitit 2007 i Max Planck Medical Institute pothuajse e konfirmoi teorinë e mësipërme. Gjatë punës me minjt në narkoz, studiuesit zbuluan se neokorteksi aktivizohet gjatë fjetjes dhe sinjalizon një sër rajonesh të hipokampusit për të ngarkuar çfarëdo lloji informacioni që është ruajtur në kujtesën afatshkurtër. Teksa kujtimet dhe të dhënat ngarkohen në pjesë të ndryshme të trurit, copsa dhe grimsa kapen dhe na shfaqen përpara syve si ëndra, që shpeshherë i ngjajnë kuptimit fillestar të tyre. Shumica e informacioneve të mbledhura gjatë ditës harohen, pothuajse 90% e tyre. Kjo mbështet idenë e ëndrave, të cilat bëjnë një pastrim të informacioneve të panevojshme që ndodhen në mendjen e njeriut. Crick, përveç se zbuloi ADN-n, ishte dhe pioner në teorinë e ëndrave. Sipas tij dhe psikologes Deirdre Barrett nga Harvard, thuhet se analizimi i ëndrave ka një efekt pozitiv në përgjithësi. Teoria e simulimit të kërcënimit supozon se truri i përgjigjet rreziqeve të mundshme në të ardhmen.
duke krijuar situata të ngjashme nëpër ëndra për t'na përgatitur. Për shembull, ëndrat, sikur ngel në një provim të rëndësishëm, shërbejnë si diçka që duhet ta arish në jetën tënde profesionale dhe s'duhet ta neglizhosh. Apo ëndrat, sikur të bien dhëmbët, kanë të bëjnë me anktin. Freudi ka marrë gjithmonë merita të mëdha në këtë fushë. Thuhet që ka ëndra që fshehin dëshirat tona të paplotësuara. Ëndrat, kur fluturon, tregojnë dëshirën për të qenë i lirë. Dhe ëndrat, sikur zbulon dhoma të reja në shtëpi, tregojnë dëshirën për diçka të re në jetën tuaj. Netët tona vërtet do të ishin më të qeta dhe gjumi do të ishte më i ëmbël, nëse s'do të ëndërronim fare. Por mendjet tona s'do të ishin kaq të pasura dhe dëshirat tona s'do të përmbusheshin kaq lehtë po të mos ekzistonte kjo lloj fantazie. Sigmund Freud është vlerësuar si babai i psikanalizës. Ai lindi në Moravi në 6 maj të 1856, rajon në pjesën lindore të Republikës Çeke, ndërsa pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Vjenë të Austrisë. Ai studioi për mjeksi dhe nga fundi i shekullit të 19 doli me disa ide të reja shumë interesante rreth mendjes së njeriut. Studimin e tij të parë ai ja kushtoi kafshëve të detit. Freudi ishte një nga shkencëtarët e parë që kreu kërkime serioze rreth mendjes, duke zhvilluar biseda të gjata me pacientët. Ai studionte ëndrat e tyre për të gjetur shkaqet e problemeve mendore dhe emocionale. Freudi përdorte edhe hipnozën, si mënyrë për të parë nëse pacientët do ta kishin më të lehtë të lehtësonin mendjet e tyre të trazuara, por në shumicën e rasteve efektet pozitive ishin të përkohshme. Ai besonte se të gjitha kujtimet e dhimbshme të fëmijërisë ruhen thellë pa vedije në mendje. Kjo pjesë e mendjes, thoshte ai, përmban urime, dëshira dhe përvoja shumë të frikshme. Gjithashtu, ai mendonte se këto kujtime mund të sillen në mendjen e vetëdijshme. Pacienti do të ndjente sërish të dhimbje, por këtë herë do t'i përjetonte këto dhimbje si një i rritur. Do t'i ndjente, shqyrtonte dhe së fundi do t'i kuptonte ato. Freudi arsyetonte se duke përdorur këtë metodë, dhimbja dhe trysnia emocionale e së kaluarës do të dobësohej dukshëm. Këto ndjenja do të humbisnin forcën e tyre dhe së shpejti pacienti do të ndihej më mirë. Ai doli në propozimin se mendja është e ndarë në 3 pjesë: id, ego dhe superego. Sipas kësaj teorie, superego vepron si një përmbajtës që udhëhiqet nga vlerat të cilat njeriu i mëson nga prindrit dhe shoqëria. Puna e superegos është të mbajë id nën kontroll. Id është tërësisht pa ndjenja, por shërben si ushqim për ndjenjat që kërkojnë kënaqësinë e menjëhershme dhe plotësimin me çdo kusht të nevojave dhe dëshirave. Ego, uni ose vetja. Vetja ofron reagim të menjëhershëm për ngjarjet e realitetit. Uni është vija e parë e mbrojtjes së vetes nga të tjerët. Uni përpiqet të balancojë 2 ekstremet, id dhe superego. Askush nuk erdhi dhe iku nga kjo jetë pa parë ëndra. Ëndrat, si një dukuri neurofiziologjike dhe psikologjike shumë të çuditshme, janë pjesë e pandarë e jetës së çdo njeriu. Vetëm të vdekurit nuk shohin ëndra. Shkenca e sotme na thotë se ëndrat marrin mesatërisht 1/5 e kohës së gjumit dhe megjithatë njerëzit rrallë herë mbajnë mend ëndrat që shohin, edhe pse ato janë pjesë e gjumit të tyre çdo natë. Në shumë kultura të lashta të banorët indigjen të Amerikave, ëndrat konsideroheshin si një hapësirë e shenjtë, në të cilën një person mund të shkëputej nga lidhjet me botën materiale të ekzistencës së tij dhe të lidhej me një mendje universale që drejtonte gjithësinë,
Çdo fis dhe çdo kulturë e veçantë e tyre kishte simbolet e veta, me të cilat u jepnin shpjegim ëndrave. Freudi vinte në dukje se pikpamjet e të lashtëve mbi ëndrat, që i konsideronin këto jo si produkte të mendjes, por si një frymëzim hyjnor, që hyjnit u çonin njerëzve për t'i paralajmëruar për ndodhitë e së ardhmes, përputheshin me botkuptimin e tyre të përgjithshëm mbi jetën, i cili nuk pasqyronte botën e jashtme, por e shihte realitetin si produkt të mendjes. Për grekët e lashtë, ashtu si dhe për romakët, ëndrat nuk nënkuptonin vetëm parashikimin e ngjarjeve të ardhshme, por konsideroheshin dhe si terapi për shumë sëmundje dhe shqetësime të trupit e të shpirtit. Galeni, një ndër mjekët më të njohur të botës së lashtë, thuhet se kreu një ndërhyrje kirurgjikale mbështetur në udhëzimet që mori në një ëndër. Në fakt, vetë Galeni u bë mjek për shkak të një ëndre që kishte parë jati i tij. Sigurisht, jo çdo kush në Greqinë e lashtë i merrte ëndrat seriozisht. I pari mendimtar i lashtësisë që zhvilloi një pikpamje origjinale për shpjegimin e ëndrave ishte Aristoteli. Ai besonte se ëndrat nuk janë një dukuri mbinatyrore, por ndjekin ligjet e shpirtit njerëzor. Aristoteli u përpoq t'i gjente shpjegim një prej çështjeve më të rëndësishme me të cilat merren shkencat që studiojnë trurin dhe veprimtarinë e tij, pikërisht çështje se si eksperiencat tona të ndërgjegjshme lidhen me veprimtarinë e trurit në gjumë, kur shkëputemi nga mjedisi ynë jetësor dhe nëse ëndrat janë të lidhura me imazhe mendor apo me perceptimet tona. Aristoteli shpjegonte se gjatë gjumit, kur syt janë të mbyllur dhe nuk shohin gjë, njeriu nuk ka asnjë stimulim shqisor të jashtëm dhe nuk percepton asgjë. Sidoqoftë, sipas tij, edhe kur nuk perceptojmë më asnjë objekt të jashtëm, përshtypjet që ata kanë lënë tek ne mbeten, duke krijuar emocione një lloj si objektet e perceptuara. Ëndrat, sipas Aristotelit, dëshmojnë mbi arsyen e njeriut dhe ndikojnë në mirëqenien dhe personalitetin e tij. Ai besonte gjithashtu se jo të gjithë njerëzit shohin ëndra. Ka njerëz, shkruante ai, që nuk kanë parë asnjë ëndër tërë jetën e tyre, por ka dhe njerëz që fillojnë të shohin ëndra duke u rritur në moshë. Freudi u përpoq të u jepte ëndrave një shpjegim që lidhet me erotizmin. Ai besonte se ëndrat janë mënyra me të cilën e pandërgjegjshmja komunikon me ne, përmes simbolesh, duke zbuluar mendimet, dëshirat dhe emocionet tona të shtypura, të cilat ne përpiqemi t'i mohojmë. Për këtë, ai zhvilloi një sistem kompleks interpretimi mbështetur në ëndrat e pacientëve të tij. Freudi shkruante: "Nuk është ëndra ajo që prodhon fantazinë, por është fantazia e pandërgjegjshme ajo që luan rolin më të madh në formimin e ëndrave tona. Dëshirat që shfaqen në ëndër e kanë origjinën tek e pandërgjegjshmja." Sipas Freudit, ëndrat përbëhen nga dy shtresa. Shtresa e sipërme përfaqëson përmbajtjen e shfaqur ose të manifestuar të imazheve e të ngjarjeve që kuptojmë kur zgjohemi. Shtresa nën të është përmbajtja latente e çdo ëndre, që ka të bëjë me kuptimin e fshehur të saj. Një ëndër, sipas tij, është plot kuptim dhe prandaj mund të interpretohet. Freudi besonte se ëndrat shprehin nevojën për përmbushjen e dëshirave tona, të atyre gjërave që duam të bëjmë, por që nuk guxojmë t'i bëjmë në jetën reale, shumë prej të cilave janë të një natyre seksuale. Një i panjohur që shfaqet në ëndër, fjala vjen sipas tij, përfaqëson aspekte të subkonsciencës tënde, ose dëshira që ti i ke neglizhuar
dhe i ke mohuar se ekzistojnë. Për shkak se dëshirat tona seksuale shpesh bien ndesh me normat shoqërore, ato duhet të fshihen pas simbolesh, të cilët Freudi besonte se i kuptonte dhe kishte mësuar ti interpretonte. Freudi argumentonte gjithashtu se jo të gjithë simbolet që shprehen në ëndra kanë vetëm një kuptim të mundshëm. Sipas tij, e njëjta ëndër mund të ketë një kuptim të ndryshëm tek individ të ndryshëm. Në veprën e tij, Interpretimi i ëndrave, Freudi parashikoi se studimet më të thelluara në të ardhmen do i çojnë njohuritë tona më përpara e do të zbulojnë një bazë organike të kësaj dukurie. Në ditët tona, studimi shkencor i ëndrave nuk mbështetet thjesht në raportin e tyre nga subjektet që i shohin ato, por në metoda rigoroze që i ka mundësuar zhvillimi i shkencës dhe i teknologjive moderne të studimit të sistemit nervor. Sidoqoftë, studimi i tyre mbetet një detyrë shumë e vështirë për shkak të një vështirësie endemike që lidhet me pamundësinë e vëzhgimit të procesit të ëndërimit në kushte eksperimentale, në të cilat do të bëhej e mundur manipulimi i përmbajtjes së ëndrrës përmes ekspozimit ndaj ngacmimeve të jashtme para ose pas gjumit. Parashikimi i Freudit ka nisur të përmbushet vetëm në dekadat e fundit. Shumë shkencëtarë që janë marrë e merren me studimin e trurit i shpjegojnë sot ëndrat si një dukuri neurofiziologjike, pa ndonjë kuptim latent. Neuroshkenca, sidomos ajo kognitive, mbështetur në imazhet e përfituara nga teknologjia e skanimit të trurit dhe teknikat elektrofiziologjike, kanë ndihmuar në të kuptuarit nga ana jonë të bazave neurotike të ëndëruarit. Ata kanë provuar se ëndrat s'janë veç se një rezultat i transmetimeve rastësore të sinjaleve elektrik në zonat limbike dhe paralimbike të trurit, të cilat kontrollojnë emocionet, dëshirat, motivimin dhe kujtesën tonë dhe janë veçanërisht aktive gjatë një gjumi të thellë. Kërkimi i sotëm shkencor mbi ëndrat është fokusuar në të kuptuarit retrospektiv të lidhjes së aktivitetit neurotik me formën e ëndrrës dhe jo me përmbajtjen e saj. Kjo do të thotë që është përqendruar në cilësitë e përbashkëta të gjitha ëndrave dhe jo te një numër i vogël lidhjesh neurotike të një ëndre të veçantë.